Të ketë ndonjë ndryshim, a I keni numrat, që kjo është e para. Si çdo herë edhe sot ne vim me vullnet pozitiv për me dhënë zgjedhje konstituimit kuvendit të Kosovës. Tashmë dihet që pamundësia për që ne të kemi kuvend të konstituum varet nga vota e partive opozitare. Në rast se ata kanë reflektuar se do të kemi ndryshim gjendjes, në rast se jo, atëherë është arrit marrëveshje me dikën. Ajo është tu punu për me arrit një marrëveshje me ndonjë prej partive qoftë me ndonjë deputet individ që me ardhë në përfundim të kësaj sovje. Për neve është shumë e rëndësishme vullneti I plot I gjithë secilit deputet. Për të mundësuar një vullnet të plot të deputetëve, ne kemi propozuar mënyrën e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit përmes votës së fshehtë. Në këto rrethona, në rast se do të dështonte një votim I fshehtë, atëherë do të shtohet nevoja që thjesht të shihet për modalitetet e tjera. Ajo që dihet deri tash është, sikur se ka thonë edhe dje kryeministri Kurti, me qenë se kryetari I kuvendit I takon vetëvendosjes, ai synon që pjesën e negociatave edhe të marrëveshjeve politike t'i ketë për qeverinë e ardhshme, po jo për kuvendin, për çka në këtë rast kryetari në kuvendin për çka është definuar me kushtetutë që I takon vetëvendosjes. Ndërkohë Lumena Bixhiku ka deklaruar më parë që askush nuk mund të flasë në emër të votave të LDK-s. Ai ka pas për juve specifikisht pasi deklaratat e juja ditë më parë kanë qenë në lidhje me LDK-n, po ashtu apo specifikisht për letrën e Kurtit, kundër të tjera flitet edhe për zgjedhjet e ardhshme edhe për mundësinë që LDK-ja të mos ndryshojë diçka në zgjedhje. Pak e vështirë më përgjigj në pyetjeve hipotetike, po për mua nuk e di se si mundet me pas, sepse si mundet me pas as për kryeministin Kurti për shkak se kërkush nuk pretendon që të flet në emër të deputetëve të partisë tjetër. Unë asnjëherë nuk e kam bënë një pretendim të tillë. Bile shpesh herë flas vetëm në emër të personale, jo nuk e jap të drejtë vetes shpesh herë me fol edhe për 6-ën e guxos ose 4-8-shën të vetëvendosjes. Kështu që nuk e di se ku ka aludu në këtë rast nëse dikush gjatë gjithsoj periudhës së sagës prej fillimit të prillit ose prej 15 prillit tek ne ka folë në emër të tjerëve janë partitë opozitare të cilët po dëshirojnë me përzgjedh emrin brenda lëvizjes vetëvendosje. Sa I përket çështjes së emrit, se I mbeta borx kësaj kolegës, çështja është që unë kam thonë edhe herën e kaluar nuk është problem emri. Partitë politike, këtë rast disa prej tyre, sikurse ka qenë shefja e grupit parlamentar të LDK-s, ka deklaruar që sikurse të vijmë edhe 48 herë, sikurse të ndrohen të gjithë 48 emra, ne nuk kemi votë për kryetarin e kuvendit. Kështu që emri I përveçshëm këtë rast e Albulena Haxhiut nuk është problemi. Problemi është diku tjetër. Faleminderit shumë, ditë mbarë.